Nëse unë do ju them, mendoni një elefant roz. Çfarë pikture shkrepi truri juaj tani? A e përfituroi saktësisht një elefant roz? Bëja një këtë pyetje vetes tuaj sepse truri mendon në veten e parë. Përshëndetje. Mirë se vini sërish në kanalin tim Kristina Fundo. Mënyra se si të përballeni me mërzitjen tuaj nis që nga mënyra se si ju i drejtoheni vetes tuaj në përditshmëri, në secilën fjalë që juve i thoni vetes tuaj, në secilin besim që juve keni krijuar dhe keni manipuluar, ju ka manipuluar, pra mendime të ndryshme të shoqërisë, mendime të ndryshme të njerëzve janë bërë pjesë e juaja, i keni përthithur si një sfungjer në veten tuaj, duke e krijuar tashmë një realitet prej atyre mendimeve të personave të tjerë dhe prej eksperiencave të personave të tjerë. Ka shumë rëndësi që në përditshmëri ton të përballemi me secilën frikë që na vjen. Është e vërtetë që ndonjëherë kemi ditë shumë të mira, ditë të qeta, kalojmë mirë me shokët, me shoqet, dhe ka ditë të tjera në të cilat na duhet që të përballemi me probleme. Dua që t'ju bëj të ditur që ditët në të cilat neve na shkon çdo gjë mbar, çdo gjë mirë, ditë të qeta, nuk janë ato më të mirat dhe më të nevojshmet për ju. Duhet që t'i kemi këto ditë, por jo gjithmonë një jetë kaq të qetë dhe kaq të bukur, sepse nuk jemi njësh me qëllimin ton në këtë jetë që është për t'u zhvilluar. Pra ne jemi për të përmirësuar veten ton çdo ditë të mundshme dhe nuk mund të përmirësohemi nëse neve i bëjmë skip cili do problem që neve na vjen në jetë, cili do problem nga më i vogli deri tek problemet më të mëdha. Në momentin që neve i përballemi frikës, le të themi në këtë mënyrë, mund të ndodhi për shembull që ju ndjek një qen. Dhe qeni ndjen frikën tuaj dhe normalisht juve doni t'ikni, doni t'i shmangeni, nuk ju ngelet gjë tjetër përveç se të shpëtoni jetën tuaj, të shpëtoni veten tuaj dhe çfarë bëni? Ikni me vrap, sepse po ju ndjek një qen. Qeni në këtë rast është problemi që po ju kërkon të përballeni. Sa më shumë që juve largoheni nga ky problem, aq më e lodhshme bëhet rruga, aq më shumë të lodhur jeni dhe aq më pak fuqi do të keni dhe ndërkohë qeni nuk e di nga i gjen gjithë atë fuqi që vetëm vazhdon mbrapa jush dhe qeni del gjithmonë fitimtar sepse e ka atë forcën dhe energjinë që po ju ndjek juve. Pra qeni për veten e vet është në rrugën e drejtë, është po e realizon qëllimin e vet, po ndihet më i fortë sepse po ju bën juve më të dobët. E njëjta gjë edhe me problemet që kemi çdo ditë. Dhe si mund ta përballim pra këtë qenin i cili po na ndjek dhe që po merr forcë nga energjia jon sepse neve po e lëshojmë veten edhe po ikim, po i shmangemi. Çfarë do ndodhi nëse juve i ktheheni këtij qeni? A nuk do friksohet, a nuk do ndalet për të paktën një moment ky qen? Nëse juve i ktheheni, pra e ndryshoni komplet atë perceptimin tuaj nga frika dhe nga humbja e energjisë në rimarrjen mbrapsht të gjithë energjisë që juve i keni dhënë. Është e vërtetë kur themi që qeni e ndjek një person i cili ka frikë edhe i turret mbrapa vetëm për ta trembur, për ta ngrënë ndoshta, pra nëse do ta ketë atë idenë për ta ngrënë edhe nëse do ta ketë fuqinë, pse jo? E njëjta gjë, e njëjta teori ndodh edhe në jetën tonë me secilin problem që neve kemi. Nëse neve vazhdojmë t'i shmangemi dhe t'i trembemi problemit, po kam këtë gjë, po më ndodhi kjo gjë, neve na merret komplet energjia jon dhe i jepet problemi. Problemi zmadhohet mbrapa nesh dhe neve jemi duke u ikur problemit, duke ikur me shpejt, duke ecur, nuk e di në çfarë do lloj drejtimi që të jetë mundur që neve gjejmë hapësirën dhe ecim drejt me vrap për të shmangur të gjithë të gjën që duket sikur vetëm rritet mbrapa nesh. Dhe në momentin që neve e kthejmë pllakën, pra e kthehemi komplet, e kërkojmë energjinë tonë mbrapsh. Çfarë do ndodhi? Është një sekuencë sikur neve të kthehemi mbrapa në kohë. Pra ky problem i cili po vazhdonte po ngrihej sipër nesh edhe po na mbizotëronte dhe ne po zvogloheshim, po ndodh tani e kundërta. Nëse neve përballemi me këtë problem, tani jemi neve ky i forti i cili po ndjek problemin dhe problemi do bëj të kundërtën. Do bëj atë që neve po bënim. Problemit neve do i marrim energjinë. Nëse do e përballim, do i marrim energjinë dhe ai do vazhdojë të zvoglohet derisa të zhduket fare. Nëse do ecim me këtë teori, nëse e kuptojmë drejt të teorisë dhe do ecim në çdo problem nga më i vogli deri te problemet më të mëdha, çdo ditë neve do fitojmë shumë pikë dhe të gjitha këto problemet nuk do kenë më nga të ushqehen. Frika ushqehet nga energjia jon, nga dobësia jon. Nëse neve e kërkojmë mbrapsht këtë energji dhe mund ta bëni shumë lehtë këtë edhe duke e kërkuar. Pra, mund ta rimerrni të gjithë energjinë tuaj vetëm duke e kërkuar atë. Shumë e rëndësishme që juve ta kërkoni me fjalë. Pra, një lloj sikur të trokisni në një derë dhe doni t'u hapet dhe doni që të sqaroni një problemin tuaj, e njëjta gjë funksionon edhe së brendshme. Pra, nuk është vetëm në botën tonë fizike që neve duhet të zgjidhim problemet duke u këshilluar, duke treguar që kam këtë probleme dhe çfarë të bëj. Okej?
E njëjta gjë ndodh edhe në punën shpirtërore dhe në punën e brendshme të gjithë secilit prej nesh. Pra, mund ta pohoj secili psikolog këtë, që në momentin që neve krijojmë një marrëdhënie shumë të fortë brenda vetes tonë, kur neve e dimë që e kemi forcën për të punuar brenda vetes tonë, pra dhe mundet të kërkojmë direkt, thjesht bëni pyetjen qartë, bëni pyetjen sa më pastër. Pra, çfarë duhet që të bëj tani? Lutjoni drejtoni Zotit, gjithmonë drejtoni Zotit. Çfarë duhet të bëj tani? Më jep një përgjigje, më jep një shenjë, më jep më drejto, mendërisht më drejto drejt atij qëllimi. Çfarë duhet që të bëj? Bëni këtë pyetje edhe me zë. Okej, nëse jeni vetëm ose vetëm me veten tuaj, pyesni Zotin dhe gjithmonë 1000% do merrni përgjigje në format nga më të ndryshme. Thjesht do habiteni nga sa shumë juve dëgjoheni dhe sa shumë mbrojtje keni gjatë gjithë ditës, gjatë çdo problemi, edhe në situata tuaja më të këqija, ju jeni gjithmonë të mbrojtur dhe është dikush aty që po ju dëgjon dhe po ju kthen përgjigje mbi të gjitha. Thjesht bëni pyetjen, e mbaruat punën tuaj, do t'ju vi përgjigja. Pra kjo është teknika numër 1 dhe më e rëndësishme, që juve të pyesni dhe të ndërtoni marrëdhënie me veten tuaj, sepse ndonjëherë pyesni gjithë të tjerët dhe nuk pyesni veten tuaj. Nuk e pyesni jo thjesht në kuptimin metaforik dhe në kuptim figurativ të pyesni ose çfarë ndjeni. Bëjani pyetjen konkrete, çfarë ndjej? Çfarë duhet të bëj? Më thuaj çfarë duhet të bëj. Bëjeni pyetjen me zë. Bëjeni tamam sikur këtu të keni një forcë të cilën nuk e shihni, por në fakt është aty. Okej, nuk mund ta shihni, nuk mund ta prekni, mundet ta ndjeni, mundet ta dëgjoni dhe kjo forcë do flas me juve dhe do ju thot, do ju japi një përgjigje, do ju vi një mendim, mund t'ju vi në një formë mendimi, mund t'ju vi në një formë kuptimi figurativ. Okej, ose thjesht një aha moment. E keni parasysh këto aha moment. Po, tani e di se çfarë duhet bëj. Pikërisht kjo është përgjigjja që juve ju vjen edhe do doja vetëm që ta provonit dhe të pyesni dhe të ndërtoni një marrëdhënie të fortë me veten tuaj fillimisht. Përpara se juve të trokisni në 100.000 dyert e të tjerëve dhe problemi juaj vetëm të zmadhohet, sepse po tregohet tamam si një problem shumë i madh dhe me çdo thënie, me çdo fjalë që del nga goja juaj që kam këtë problem. Në momentin që juve i drejtoheni 1 milion njerëzve për të marrë një zgjidhje, për të marrë një vendim, keni parasysh që thjesht po e rrisni atë strumbullarin e problemit. Bëjni pyetjen me veten tuaj, zgjidheni së brendshmi dhe merrni përgjigje së brendshmi dhe nga ana tjetër do dukeni më i kontrolluar dhe do dukeni sikur të gjitha gjërat i zgjidhni vet. Dhe në fakt e keni të gjithë pozitat për të zgjidhur gjithçka, për të marrë përgjigjen e duhur vetë ju me lidhjen me krijuesin, me atë që ju ka sjellë në jetë. Së dyti, është shumë e rëndësishme mënyra se si juve i drejtoheni vetes tuaj për ditë. Në momentin që unë tregoj një histori, ndodhi kjo gjë, isha me këtë person dhe vajtëm papritur u shfaq ky personi tjetër dhe erdhi dhe i tha disa gjëra këtij personi dhe unë ndjeva shumë keq sepse e tha në syrin tim dhe në fakt më krijoi një problem të tillë që unë ndjeva shumë keq dhe fillova që t'i bërtisja këtij personit edhe fillova vazhdon histori pa fund që neve i dëgjojmë histori kafesh. Pse truri juaj arriti që ta krijoj një imazh mendor të gjithë kësaj situatës dhe jo vetëm si një imazh, por si një film tashmë. Se arrin që ta krijoj truri si një film. Është shumë e rëndësishme të kuptoni që truri çdo gjë e dëgjon në veten e parë. Kjo ka lidhje direkte me atë që unë them, dhe jo vetëm unë, që aty ku shkon fokusi juaj, aty ku krijohen mendimet, imazhet mendore, filmi juaj mendor, ajo që juve kuptoni, aty rrjedh e gjithë jeta juaj, drejt atij drejtimi shkon. Atëherë çfarë ndodh nëse neve dëgjojmë një situatë të një shoqe që është tradhtuar nga bashkëshorti i saj? E përjetojmë, e krijojmë atë imazhin, të gjithë të skenën që unë po ju tregoja, e përjetojmë. Por truri nuk e kupton që kjo gjë ka ndodhur tek personi tjetër. Truri ka vetëm veten e parë, mendon në veten e parë, dëgjon në veten e parë dhe vepron në veten e parë. Pra të gjithë fokusin e merr në veten e parë dhe të gjithë të historinë e kësaj shoqes e quan sikur po i ndodh vetes vet. Dhe në këtë moment kur truri e fokuson sikur kjo është një histori, pra ai po e programon të gjithën, po e shikon filmin realisht. Dhe në momentin që arrin ta perceptojë dhe ta krijojë të gjithë këtë filmin, do të thotë që po e përthis të gjithë këtë energji dhe po arrin që ta çojë të gjithë fokusin në krijimin e kësaj situate, në krijimin e këtij filmi. Dhe keni parasysh aty ku shkon fokusi i gjithë, aty ku thithet e gjithë energjia, aty krijohet jeta juaj. Dhe kjo situatë e cila ju krijua shoqes dhe që ju arritët ta ndjeni aq shumë dhe ta programoni aq shumë dhe ta shihni aq reale si situatë,
truri mendoi në veten e parë dhe quajti si një realitet që juve dëshironi që t'ju ndodh. Pra po ju çon në drejt atij fokusi. Është një lloj sikur unë të kem një dritë dhe ta drejtoj aty ku unë dua, pra sikur të kem një elektrik, çdo gjë është errësirë dhe në momentin që unë po mundohem të krijoj një film me atë dritën, okay? Pra po mundohem që me elektrikun, po mundohem të krijoj një dritë, të shikoj ku do shikoj, ku do ta çoj gjithë këtë dritën, ku do harxoj të gjithë këtë dritë, çfarë dua unë që të zmadhohet pra në fokusin tim. Truri e quan këtë si një koncept që, okay, atëherë ti përderisa po jep dritë këtu, po jep energji nga vetja jote, po jep nga drita jote, një lloj si elektriku, këtë gjë e dashke, kjo gjë të duka interesante për ta përjetuar. Keni shumë kujdes kur uleni me njerëz dhe keni shumë kujdes se cilat biseda i jepni rëndësi, cilat bisedave i përjetoni dhe cilat biseda mundoheni të bëheni mjeshtër për t'ia anashkaluar dhe për të mos i menduar ose të paktën të bëni një shplarje mendore pasi keni përtithur të gjithë energjinë e personit që keni përballë. Ka plot teknika, ka mënyra, për shembull, mjekët, psikologët duhet të përballen përditë me problemet e njerëzve, duhet të përballen edhe t'i kuptojnë në mënyrën që t'i kuptojnë ashtu siç janë dhe që të futen brenda realitetit të këtij personi në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje që vetë personi nuk po e gjen dot. Duhet që ta bëj specialisti, mjeku dhe prandaj edhe këto terapi janë shumë të kushtueshme. Dhe patjetër që ka mënyra se si të mundemi të bëjmë atë shplarjen e të gjithë asaj situatës të cilën neve e kemi përthithur pa dashje. Okej, ose ajo është puna jone dhe duhet që ta bëjmë këtë gjë dhe neve përballemi kudo në situata nga më të ndryshmet për ditë, qoftë në miqësi, qoftë është mjedisi i tillë që neve duhet të përballemi. Dhe është shumë e rëndësishme, një lloj siç juve pastroni veten tuaj pra pasi keni bërë një udhtim ose çdo ditë pasi bëni pastrimin e trupit tuaj pra fizik, ashtu duhet bëni edhe pastrimin e mendjes edhe të shpirtit tuaj. Pra, është një ritual i përditshëm. Është një ritual i përditshëm dhe duhet që ta praktikoni sa më shumë me veten tuaj. Këtë mund ta bëni thjesht duke menduar që të gjitha këto situata, duke e përballur pra veten tuaj sepse ju kap një si ndjenjë ankthi, duke menduar që gjithë kjo situata ishte e këtij personi, pra unë dua që ta fshi edhe një lloj sikur të bëni pra një mendim ose një imagjinat sikur pastroheni komplet, pra sikur e fryu era të gjitha të mendimin jo të mirë që juve kishit. Pra, mendoni që të gjitha të mendimin, të gjitha të stresin e ditës, të gjitha situatën me të cilët juve u përballët dhe që e ndjet sikur ishte situata juaj dhe që ku ta kuptoni që juve tashmë e keni përthithur këtë situatë, kur juve nuk ndjeheni mirë, kur juve e keni krijuar atë imazhin mendor shumë të saktë, shumë të qartë, shumë të pastër dhe ju jep një farë ndjesie. Kjo do të thotë që juve e keni përthithur një energji negative dhe thash truri mendon në veten e parë. Do të thotë që kjo gjë të duka interesante sa ti po jep ndjenjë, po jep fokus, po jep energji. Atëherë unë do ta bëj time në këtë situatë me që ty po të intrigon edhe po të bën diçka interesante pra për të përjetuar, sepse ti po harxhon nga vetja jote. Do të thotë që ti e dashke këtë gjë dhe do ta sjellim në jetën tënde. Mendoni një situatë, çfarë do lloj gjëje që të jetë. Për shembull, për veten time unë mendoj sikur fryn një erë dhe mi heq të gjitha ato filmat, sikur i ndrojmë, sikur pastrohet komplet. Pra ishte një vorbull energjie dhe që u pastrua sepse fryu kjo era. Është mirë që të keni praktikën që ju vjen më lehtë për të bërë atë pastrimin e mendjes dhe për të patur një mendje të kthjellët, për të arritur në ditën tjetër me mendime pozitive dhe për të qenë i gatshëm dhe i kontrolluar mendërisht për të përballur cilëndo sfidë që do t'ju vi në ditën e ardhshme, në ditën e radhës. Do të që të bëheni subscribe dhe të krijojmë një komunitet këtu për të qenë të gjithë së bashku për të ndarë eksperiencat tona dhe për të mësuar qoftë edhe si një lloj terapie që neve mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Unë ju falenderoj që ishit në këtë video, bëni subscribe dhe shihemi në videon e radhës. Tschüss.